Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Sikur të më hapi dhe mua mikrofonin Kedosi. Mirë mbrëma Koloreto. Moj Blerina. More Kedos, more Kolo. Moj Blerina. Mirë se erdhe. Nuk e di a e ke vënë re Blerina? Atë ka rënë në vesh. Më ka rënë në vesh, në sy, në hundë. Që kemi nuk kemi nevojë më të shohim as filma aksion, as filma me ku diun me vrasje, as me kështu, sepse tashmë jeta është bërë po ja kalon filmit. Kështu është në prag zgjedhjesh. Jo, unë kam vërej që ka kohë që çdo 3-4 ditë kemi një atentat mafios dhe jeta na është bërë më e bukur. Okej, ka një kategori njerëzish që po vuajnë, që po vriten, po jeta jon, kurioziteti jon, domethënë, dëgjoj. Se të paguajmë Netflixin për të parë seriale. Eksakt, e kemi realitetin shumë të pasur. Ashtu dhe ne jemi një vend që kemi 16 grupe kriminale dhe 12 qarqe. Do me thënë... Pra janë 4 pa qark. Jo, mund t'jenë 4 me nga 2 qarqe. Ajo, mendoj që janë 4 të lirë, do që po kërkojnë qarkun e tyre dhe ku na kështu që shtoni mor 4 qarqe atje, po ti qetësojmë ta njerëz dhe kuptoni ju që bredhin shkretës si çifut nëpër shkretë të tjerë. Ka lezet se ti jeton ditën me një drithërim në sfond, domethënë që hëse hëngra tani, hëse hëngra pastaj. Mund të jesh edhe i pafajshëm. Dhe ti nuk pi dot as kafe në një vend që thua këtu s'ka ndodhur kurrë asnjë atentat, sepse aty mund të jetë vendi që dikush do bëj sot atentat. Ashtu. Se më kujton një koleg gazetar që thoshte, skanoj gjithë njerëzit që janë në kafe. Po pash njerëz që mendoj që ja, mund të jenë target për ekzekutim, e nuk ulen për kafe aty. Po. Që do thotë që ti mund të ulesh, do të ulesh vetëm një kafe bosh. Po ti prap nuk e din nëse s'ka një natë me kamarierin. Dhe kamarieri për shkak nga ana vetë është ku diun një korrier i ku diun i fentanilit në Europë. Po, nuk e di nëse i ke dëgjuar edhe ato rastet që ngjajnë shumë me filmat e Aldo Giovanni Giacomos të dikurshëm, domethënë ajo trioja. Kam qenë aty. Që praktikisht ata niseshin për të vrarë një shumë të rrezikshëm dhe e ngatronin se ishte i veshur për shembull njësoj me dikë tjetër. Ka dhe nga këto raste, kështu që Blerina, të tregoj një, do në arsye pse desha të diskutoj me ty. Pse nuk po flisje nuk doje të analizoje. Jo, unë dua dal diku. Jo, të analizoj, për arsye pse desha të flas me ty privatisht. Pra tek për tek për këtë punë e vrasjeve, është që ka pa një detaj që ishte i dhimbshëm, do i trishtueshëm. Kaq shumë jemi lodhur, pra edhe mediat vetë janë lodhur vrasje dhe kuptoj që nuk ka më ndonjë gjë tre, pra po nuk i futet diçka tre. Po. Dhe ishte një vrasje që ishte shumë e rëndë në fakt në vetvete ku besoj që ka njerëz që e vuajnë etj, domethënë që është një ekzekutim. Po. Në një nga mediat kamera u kthye nga qeni dhe tentoi të na prekte duke thënë shikoj sa i trishtuar është qeni për pra nuk po gjejmë më do edhe vrasjet nuk po na bëjnë më fajde. Edhe kjo bëri për të qeshur, me thënë drejtë, megjithëse ishte shumë tragjike. Është për të qeshur, pra edhe vrasja nuk shkakton më shokun që do shkaktonte në çdo vend botës. Kaq shumë është përsëritur dhe është bërë bajate dhe monotone dhe e përditshme. Saqë u detyrua të gjej një qen atje, që ndoshta s'kishte lidhje fare me të ndjerin, me të ekzekutuarin, dhe thanë ja, si qan qeni i të ekzekutuarit se kërkon të Zotin. Dhe kjo është nuk mendoj që ka një moment më të rëndë në jetën e një populli se sa ky. Ja, do vi. Janë ditët që na presin. Se do marrën edhe qen të Blerina. Pra mbasi të marrën edhe historinë me qen, me çfarë do na prekin më? Se ti, për të na mbajtur vëmendjen aty dhe ne kemi treguar që jemi shumë kreativ, jemi shumë krijues. Është një mantra, kështu që është i flajmet, vrasje, ekzekutime, është i sa bukur, është i detajet, e kapën këtu, e vran atje. Qeni, Blerina, qeni. A mund të Po, dua një këngë ose një muzikë, po kaq të fortë dhe shkundse sa kjo hapje. Po. Është pra më shumë që të shkund më shumë se sa një ekzekutim, sigurisht. Do hast.